Kisha një mendim që shuarmat ishin shumë të vështira për t'i përgatitur, por sot e hoqa këtë mendim dhe do i përgatis gjithmonë sepse me të vërtet më la pa fjalë. Mora rreth 500-600 gram fileto pule dhe e preva kështu në rripa të hollë, më pas e marinova me erza dhe e lash në frigorifer që të pushonte. Më pas bëra një nga këto salcat me hudhër, sepse i shkon shumë për shtat t'i gatimi. Në një tavë me letër furre vendosa pulën që ishte marinuar dhe vendosa më pas në furr. Ndërkohë bëra dhe salcën që do e shoqëroj me majonez, ketchup dhe pak nga salca që bëm me hudhra. I përziem të gjitha. I hodha pak lëng nga kastraveci i turshive dhe salca është gati. Mora këto pitet që i bleva gati dhe i hapa kështu në mes, duke i vendosur sipër njëra tjetrës. Piten e lyva me salcën që përgatitëm, pula ishte gati e vendosa sipër dhe pak kastravec turshie. E mbyllim piten në këtë formë duke e mbyllur nga poshtë që mos na derdhet dhe dy anët i palosim. E skuqim në një tigan me pak vaj ulliri, duke e kthyer nga një anë tek ana tjetër që të bëhet krokante dhe të na kërcasin në gojë kështu kërcithër, që patjetër ta provoni këtë recetë se s'do shgënjeni.